Në 2025 në sot, njerëzit shkojnë në përmale dhe adhurojnë të vdekurit. Njerëzit shkojnë në për magjistarë dhe për magjistreska dhe adhurojnë idhujt. Ti e ke praktisur Zotin tënd. Ti ke filluar të ndjekësh Zotin të huaj. Idhuj, besimin tënd ja ke dhënë të vdekurve, vete të këtë vdekurit dhe thua, këtu do bekohem. Çfarë mund të japi ty një i vdekur, një Zot i vdekur? Dhe ti thua, unë do bekohem. A mund të bekoj ty një i vdekur? A nuk është Perëndia ai që të jep jetë? Ai nuk është Perëndia ai që të jep bekimet? A nuk është Perëndia ai që të jep shërimet? Dhe ti vete edhe i gjinjëzohesh idhujve, kërkon bekimin tënd të vdekurit. Hajde shkojmë këtu te ky mali i lartë, se këtu është mali i mirë, është vendi i mirë. Edhe vete dhe adhuron të vdekurin. Edhe si përfundim, familja është e shkatëruar, familja e përçarë. Uri të ka lënë, të ka braktisur, gruaja të ka braktisur, fëmijët të kanë braktisur, fëmijët bëjnë vetvrasje. Çpati djali im thua që uoth nga hati pest. Çpati djali im që kaloi në depresion. Çpati vajza ime që kaloi në depresion. Pse këto gjëra ndodhin në shtëpinë time? Pse? Sepse ti ke shkuar dhe ke adhuruar demont. Adhuron demont. Ja, thot fjala e Perëndis. Populli im thot, u mbet thot për shkak të panjohurisë thot. Sepse nuk do të dëgjoj një mesazh nga Zoti. Ka më të thjeshtë të shkojë diku atje të bëj abrakadabra, se sa të vetë mësoj ligjin e Perëndis. Ta mësoj edhe ta dëgjoj edhe ta vëmë praktik, edhe të shpëtoj. Kaq. Në do të dini popull shqiptar, shkoni larg nga idhujt, shkoni larg nga varrezat, shkoni larg nga të vdekurit. I vdekuri nuk ka çfarë japi. Shko tek i gjalli, tek Jezusi. Në qoftë se do të bekohesh, në qoftë se do të shpëtohesh, nuk ka rrugë tjetër. Një është rruga, jeta dhe vërteta, është Jezusi.